Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Mirëmbrëma të gjithëve, ndërtitujt kryesor në revistën televizive do ndiqni. Çelja e grup kapitujve mbi tregun e brendshëm të integrimit me Bashkimin Evropian nënkupton më shumë mundësi punësimi. Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare theksojnë se do të ketë hapësira të reja dhe për biznesin dhe shkëmbimin e mallrave. Besimtarët e krishterë ndajnë urimet për festën e Pashkve, ndjekin ceremonitë tradicionale, drejtues të klerit të krishterë japin mesazhe paqeje. Mbrëm u krye në gjithë vendin ceremoniali Rrugës së Kryqit. Struktura e posaçme antikorrupsion mësy në policinë rrugore, priten flet arreste për kreun e kësaj policie Roven Zeka dhe drejtues të tjerë të kësaj strukture. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratoj konstituimin e plot të tij, deputetët e opozitës kanë votuar krijimin e strukturave, por nuk kanë dhënë pëlqimin për postin e kryeparlamentarit. Nëse nuk ka vullnet nga palët, ne të rriqemi nga negociatat, presidenti Trump i prerë për bisedimet e paqes në Ukrainë. Nuk do të presim më shumë se disa ditë. Ndërshojmë tani me hollësi zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Pasi është çelur grup kapitulli i dytë i bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian, diskutimet janë shtrirë në një rafsh më të gjerë dhe pikërisht mes biznesit dhe qytetarëve, mes tyre punësimi i lirë në Europë. Dhe pikërisht ekspertët e çështjeve ndërkombëtare theksojnë se do të ketë edhe hapësira të reja për biznesin si dhe shkëmbimin e mallrave. Nga lëvizja e lirë e mallrave, kapitalit dhe personave te politika e konkurrencës, pronësia intelektuale dhe mbrojtja e konsumatorit, Shqipëria ka hyrë në një nga fazat më përmbajtësore të negociatave me Bashkimin Evropian, që është grup kapitulli 2, tregu i brendshëm. Për ekspertët kjo është më tepër se sfidante. Mbi gjitha të jetë e konkurrueshme me tregun e bashkët evropian. Ky është një kapitull i cili praktikisht e hap tregun në Bashkimin Evropian për gjithë shqiptarët, për qytetarët shqiptarë, për të punësuar dhe punuar në Bashkimin Evropian, për bizneset shqiptare të cilat të punojnë, të hapin aktivitet, të shesin lirshëm në Bashkimin Evropian, por edhe tregun shqiptar për të gjithë qytetarët për të punësuar në Shqipëri, por edhe bizneset Bashkimin Evropian për të vepruar në Shqipëri. Në farë mënyrë, ky është kapitulli që e njëson tregun shqiptar, bën tamam tregun shqiptar, bën pjesë të Bashkimit Evropian. Në themel të këtij procesi qëndron siguria juridike dhe konkurrenca e ndershme, dy kushte pa të cilat asnjë ekonomi nuk mund të integrohet realisht në tregun evropian. Ndërsa për qytetarët, dukja më e parë është ajo e punësimit të lirë edhe jashtë Shqipërisë. Fakti që një punëtor shqiptar mund vetë punojë në Bashkimin Evropian dhe kjo është e thjeshtë dhe kjo realizohet shpejt, sikurse edhe evropianët në Shqipëri, po proceset e tjera që kanë të bëjnë me menaxhimin e ndërmarrjeve, me transparencën financiare dhe menaxhimin financiar të ndërmarrjeve, me mbrojtjen e të drejtave të autorit, me mbrojtjen e konsumatorëve, dhe këto janë që do han kohë dhe jo vetëm thjesht për të përgatitur nga ana institucionale dhe ligjore, po do han kohë për të zbatuar praktika, për të krijuar praktika që i zbaton këto ligje dhe rregulla njësoj siç i zbatojnë operatorët në Bashkimin Evropian. Çelja e grup kapitullit 2 është më shumë se sa një zhvillim teknik, është një provë për besueshmërinë e Shqipërisë si partner evropian. Sfida e negociatave do të vazhdojë edhe më tej, duke patur parasysh se legjislacioni është vetëm hapi i parë. Është funksionimi i institucioneve në praktik ai që do të tregojë se sapo vepron. Në 10 vjeçarin e fundit, paga minimale në Shqipëri është rritur me ritme të shpejta, por hendeku me vendet e BE-s mbetet i madh dhe informaliteti vijon të jetë një sfidë. Sipas ekspertëve, rritjet e pagës minimale nuk mjaftojnë për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve. Sipas Eurostat, në vitet e fundit Shqipëria ka përjetuar një rritje të konsiderueshme të pagës minimale, që sipas burimeve vendase llogaritet në rreth 10% mesatarisht në vit. Por megjithë rritjen e shpejtë, hendeku me vendet e Bashkimit Evropian mbetet i madh. Për më tepër, një pjesë e madhe e punonjësve në Shqipëri mbeten në sektor informal, ku zbatimi real i pagës minimale është shpesh problematik. Për ekspertin Mateo Spao nevojitet një orientim i ri në tregun e punës me qëllim rritjen e pagës minimale. Që ti të rrisësh rrogat në mënyrë të qëndësishme, dhe do me thënë se është që të ndryshosh segmentin e tregut dhe të merresh më shumë onës me sektor të tjerë, ose brenda sektorit të bësh një hop cilësore, të kalosh nga fasoni në shtëpi mode, të jesh, le të themi kështu, jo një hallk, po të jesh edhe projektues i fillestar. Spao shprehet se nuk është paga minimale e cila mbron të drejtat e punëtorëve. Por është, le të themi kështu, një kusht
ku qeverit, sipas rastit, kërkojnë një pagesë, një taks në raport me bizneset, që janë taksat mbi punë, mbi pensionin, mbi të ardhurat. Vendimet e përsëritura për rritjen e pagës minimale sjellin edhe një efekt pozitiv për arkën e shtetit. Por nuk është shteti me vendim qeveria që bën që të rritet rroga e punonjësve. Është kualifikimi i tyre që bën që të vlerësojnë më shumë në treg. Premtimin për një pagë minimale në nivelin e 50.000 lekëve, SPAO nuk e sheh si një rritje të konsiderueshme në favor të punonjësve, nëse kjo do të shtrihet në 4 vitet e ardhshme. Premtimi një pagë minimale 50.000 lekë të reja nuk është ndonjë gjë e paralizueshme, përkundrazi. Në një rang 4 vjeçar do ishte më se normale. 5-7% në vit është aty. Pra do realizoj vetvetiu. Kështu që një rritje e pagës minimale me një normë më të lartë se që është ajo inflacionit është detyrim. Sipas konkluzioneve të Eurostat, Shqipëria duhet të përqendrohet në rritjen e produktivitetit dhe në luftën kundër informalitetit nëse synon të afrohet me standardet e vendeve të BE-s. Festa e Pashkës për besimtarët e krishterë është një ditë simbolike, e mbushur me përjetime shpirtërore, por edhe me një traditë fetare se si ceremonit festohen. Dhe pikërisht krerët e 2 besimeve fetare, kishës ortodokse dhe kishës katolike, në vigjilje të kësaj feste kanë dhënë mesazhet e tyre pro besimit dhe pro dashurisë shoqërore. Besimtarët e krishterë festojnë festën e madhe të Pashkëve. Krerët më të lartë të institucioneve fetare në vend sjellin urimet e tyre për këtë ngjarje të madhe. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Joan, ka ndarë mesazhin e tij në prag të Pashkëve. Por lumturia e tij shprehet se Pashka është përkujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe e vërteta themelore e besimit të jetës. Në mesazhin e tij, kryepiskopi Joan nuk lë pa përmendur edhe kryepiskopin Anastas, i cili u nda nga jeta në fund të janarit. Edhe pse nuk është më pranesh, ai shprehet se ngushëllohemi se Anastasi ndërmjetëson për ne pranë Zotit. Në fitoren e ngjalljes së Krishtit duhet të gëzohen të gjithë, sepse mundet vdekja, armiku i përbashkët i të gjithë njerëzve. Këtë Pashkë ne nuk e kemi mes nesh kryepiskopin ton të dashur Anastas, por zemrat tona ngushëllohen duke ditur se ai tani ndërmjetëson për ne pranë Perëndis, sepse Perëndia nuk është Perëndi të vdekurve, por i të gjallëve. Të falim njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të thrasim me një zemër të pastër, Krishti u ngjall, gëzuar Pashkët dhe për shumë vjet. Një urim vjen dhe nga presidenti i konferencës i peshkvënore të Shqipërisë, Imzot Gjergj Meta. Duke theksuar rëndësinë e kësaj dite të shenjtë, ai ka përcjellë urimet e tij jo vetëm për besimtarët katolikë, por dhe për ata ortodoksë dhe ungjillor. Këtë vit, Pashkët kanë qëlluar në të njëjtën ditë për të gjithë të krishterët, katolik, ortodoks dhe ungjillor. Është një rast i bukur që të kremtojmë dhe të gëzohemi të gjithë një zemër, edhe pse secili në bashkësinë e vet. Le të jemi ne më së pari Pashkë në jetën tonë, e kështu të kumtojmë ditën pa mbarim të fitores së Krishtit mbi vdekje. Qërinjt janë element domethënës i festës së Pashkës, besimtarët i ndezin ato pranë kishave në momentin e ringjalljes dhe marrin me vete në shtëpitë e tyre flakën për t'i bekuar. Dhe në fakt në panairin e qërinjve të ndezur pikërisht të çelur pikërisht përpara sheshit të katedrales së Ngjalljes e Krishtit në qytetin e Korçës, qërinjt i gjen të shumëllojshëm, por më të veçantë janë ata të punuar në mënyrë artizanale. Ajo që mund të veçosh në ditët e Pashkës, festës së madhe të Krishtërimit, është blerja e qirinjve. Tek panairi i pranverës, këta qirinj që përdoren për të marrë dritën e shenjtë, mund t'i gjesh me shumëllojshmëri ngjyrash e dekoresh, por të veçantë janë ata të prodhuar në mënyrë artizanale. Maria Furxhi, një vajzë e talentuar korçare, thotë se i punon me dëshirë dhe shumë dashuri për të sjellë punime të veçanta dhe me simbolika të ndryshme përfshi dhe ato të Pashkës. Para 3 viteve kam menduar që pse mos nis të bëj punë me qirinj aromatik edhe objekte të tjera, sende të tjera të dekorit të brendshëm. Duke kërkuar pak në internet, pak duke miksuar me ato çka unë mendoja që do të finalizoja si produkte, arrita të krijoj qirinj aromatik, forma të ndryshme.
edhe sende për dekorin e brendshëm. Panairi i Pashkës ose panairi i Pranverës është një prej mundësive më të mira për të ekspozuar gjitha ato që unë kam finalizuar si produkte. Ka shumë lëvizje, ka shumë njerëz që e vlerësojnë punën e dorës, kështu që hapi i parë i rëndësishëm për mua ishte të merrja pjesë në këtë panair. Puna me dorë merr gjithmonë kohë. Nuk është perfekte, nuk bëhet nga një makineri, kështu që do të thotë edhe disa tentativa për ta finalizuar. Veç qirimve, Maria ka prezantuar në këtë panair dhe disa punime dekori shtëpiak të punuara me allçi. Ka pasur interes edhe njerëzit kanë filluar ta vlerësojnë akoma dhe më shumë punën e dorës. Të rinj si Maria janë shembull frymëzimi që me dëshirë dhe vullnet mund të arrihet gjithçka që dëshiron. Festa e Pashkës, por dhe përmirësimi i kushteve meteorologjike bëri që në pikat e kalimit kufitar në vend të shënohet një shtim i fluksit të hyrjes së shqiptarëve që jetojnë apo punojnë në vende të ndryshme, por dhe të shqiptarëve të Kosovës. Orët e para të mëngjesit të së shtunës sollën një fluks të shtuar në pikat e kalimit kufitar në vend. Kapshtica, Kakavia, Moriqani, por edhe Morini u përballen me fluks të lartë hyrjes të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit apo të shqiptarëve të Kosovës, të cilët vendosen që të kthehen pranë familjeve të tyre për të festuar Pashkën apo për të kaluar fundjavën. Jetoj në Greqi. Nga Korça. Tani vjen për Pashkë. Për Pashkët. Sa do të qëndroni? 2 ditë. Keni pritur shumë në radhë? Jo, ka qenë shumë mirë dhe kur vajtëm dhe tani. Tani kur erdhëm, davaj qere kore në dogana greke këtu 10 minuta. Në doganën e Kakavijes në këto ditë të Pashkëve vazhdon lëvizja në të dy anët e kufirit me Greqinë. Procesi i kalimit kufitar po vijon normalisht me procedura të përshpejtuara nga autoritetet për të shmangur vonesat. Do shkojmë për të festuar Pashkët. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, sa po erdhëm. Mendoni se do kaloni shpejt? Shumë shpejt besoj. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, ja. Sa erdhëm ja. S'ka shumë. Do shkojmë në Athinë për të festuar Pashkët. Keni shumë që prisni në radhë? Jo, mendoj se do kaloj shpejt, nuk shikoj shumë trafik. Festa e Pashkëve ka rikthyer fluksin e lartë të kalimeve këtu në pikën e Moriqanit në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe kryesisht në hyrje të Shqipërisë. E uroj gjithë njerëzit e mirë që ka toka. Nga Zvicra, Zyrich. Gjithmonë në vendlindje, gjithmonë ndihemi të mirë, mirë. Kemi kënaqësinë. Kohëve të fundit kolona nuk ka pas shumë, kjo është diçka më mirë. Kjo Shqipëria për ne do të jetë gjithmonë e vendi më i dashur dhe më i mirë për ne. Njëherë në Shëngjin, pastaj qofim atë rrugën e re atje për Velipoj. Më afër, me pushu pak, pastaj qofim. Nëse na pëlqen nalemi, nëse jo vazhdojmë tut. Prej Mitrovica, Shëngjin. Për qef, vizitë 2 ditore, e kemi bërë shprehi, çdo muaj, çdo 2-3 javë, dalim. Policia e Kufirit dhe Migracionit ka punuar me kapacitet të plot për të përballuar fluksin e lartë, duke përpunuar dokumentacionin në mënyrë të shpejtë edhe përmes shtimit të pikave të kontrollit. Struktura e posaçme antikorrupsion ka kërkuar nga gjykata e posaçme firmosjen e urdhër arresteve për 3 efektiv të policisë rrugore në Tiranë. Të dhënat nga prokuroria e posaçme bëjnë të ditur se në pranga kanë rënë Roven Zeka, shefi komisariatit të policisë rrugore, Sokol Novaku, shefi sektorit të aksidenteve në policinë rrugore dhe Edison Tabaku, oficeri policisë gjyqësore pranë policisë rrugore. Po të njëjtat burime saktësojnë se ka dyshime që të 3 në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë para nga një grua e cila ishte e përfshirë në një aksident. Vota e diasporës vijon të mbërri në Shqipëri, rreth 4.000 fletë votimi janë depozituar në Parkun Olimpik, ndërsa procesi po monitorohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike dhe përfaqësues ndërkombëtar. Radio-televizioni shqiptar ka monitoruar nga afër procesin e mbërritjes së votave të diasporës nga aeroporti Rinasit deri në transportimin e tyre me automjetet e DHL-s drejt ambienteve të Parkut Olimpik, ku është ngritur edhe KZAZ-ja e posaçme për diasporën, që administron këtë proces të veçantë të realizuar për herë të parë në Shqipëri. Përfaqësuesit e partive politike, Marash Logu nga Partia Demokratike dhe Elena Gjino nga Partia Socialiste, ndoqën gjithashtu nga afër këtë proces. Ngarkesa e dytë, me mbi 3.200 pako të mbërritura me fletë votimi, ka çuar në rreth 4.000 numrin total të votave të emigrantëve, që tashmë kanë shprehur vullnetin e tyre. Pas kanimit dhe ndarjes sipas qarqeve përkatëse, zarfet e depozituara në Parkun Olimpik do të qëndrojnë aty deri në përfundim të procesit të zgjedhjeve të 11 majit. Numrimi i votave do të zhvillohet në të njëjtin ambient
Sipas të dhënave të KQZ-s, mbi 58.000 zarfe janë marrë në dorëzim nga qytetarët, të cilët do të shprehin vullnetin e tyre në ditët në vijim për parlamentarët, ndërkohë pjesa e mbetur e zarfeve me fletët e votimit po përgatitet nga administrata e KQZ-s. Edhe për qarkun e Tiranës dhe Vlorës, që mbetet të fundit në proces, ka nisur tashmë shpërndarja e fletëve të votimit. Në total, janë rreth 250.000 shqiptar të regjistruar për të votuar nga jashtë vendi. I gjithë procesi po monitorohet nga kamrat e sigurisë, përfaqësuesit e partive politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si dhe misionet ndërkombëtare. Dalim tani tek fushata zgjedhore e partive politike në vend. Në vijim të takimeve elektorale, Partia Socialiste është ndalur në qarkun e Korçës, ku kreu i së listës Rozë Edi Rama ka zhvilluar në fakt disa takime. Gjatë prezantimit të kandidatëve në Dibër, Sali Berisha prezantoi programin e 100 ditëve të para dhe premtoi ndalimin e skavicës, duke theksuar angazhimin e tij për vlera familjare dhe ndryshim politik. 11 maj, ditë kjo kur qytetarët do t'i trajtojnë kutisë së votimit për kryesocialistin Edi Rama, është moment historik. Imagjinoni që në 11 maj nuk del një shumicë bindëse. Imagjinoni që procesi fillon edhe ngadalësohet. Cili është përfundimi? Thjesht nuk e arrim dot 2027. Nëse ne humbasim jo një vit, jo një muaj, nëse ne humbasim një javë, 2027 vjet në rrezik. Nëse 2027 vjet në rrezik, atëherë dera mund të mbyllet. Dera mund të mbyllet sepse ajo derë e Bashkimit Evropian nuk është gjithmonë hapur. Hapet, futet në disa vende, mbyllet. Mbyllet dhe mund të mbyllet për një kohë gjatë. Në Malish, në takimin me antarësin, shefi i Selis Rozë foli për bashkimin e të gjithë shqiptarëve dhe dhënien e një mesazhi të qartë për vendet e Europës. Duke zjerë nga kutit e votimit një shumicë jo thjesht aritmetike, por një shumicë popullore, e cila i thotë Europës, ne duam monofund dhe duam tani të ulemi në sofrën e Bashkës Bashkimit Evropian. I bindur në fitorin e forcës që drejton, kreu socialist Edi Rama u ndal në akuzat e kundërshtarëve politik, por edhe votën ndaj tyre, për të cilën tha se kundërshtari e sheh për interesa familjare. Zgjedhja është midis Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, zonjë në Europë dhe kënetës dhe bufit saj për ta kthyer Shqipërinë prap atje ku ajo gjithmonë përfundon kur është gatoduar drejt e ngrohtë. E ndërsa ndodhi në turin elektoral në qarkun e Korçës, kryesocialisti Edi Rama një ndalesë bëri në Tushemisht, aty ku po kryen punimet në Shëtitoren, një projekt ky që do të rrisë edhe më shumë vlera turistike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë prezantimit të kandidatëve të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Dibër, deklaroi se është në krye të koalicionit me 20 parti, me një mision të qartë për të ndryshuar realitetin shqiptar. Në vjeshtën time të mrekullueshme, nuk më duhet pushteti. Nuk kam ambicie për para, as për luks. Por kam një ambicie, por kam një qëllim, por kam një mision të bëj gjithçka për të ndryshuar jetën tuaj. Ai u ndal tek programi 100 ditëve të para të qeverisjes, ku prezantoi disa nga pikat kyçe të platformës ekonomike. Qeveria e ardhshme brenda 100 ditëve do të kthej paratë e vjedhura shqiptarëve. Partia Demokratike dhe koalicioni i ardhshëm qeveri zotohet para jush për kartën e konsumatorit, me të cilin rrogultit dhe pensionistët do marrin ushqimet 20% më lirë se të tjerët. Një nga premtimet e tij ishte dhe ndalimi i ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës. Skavica kur nuk do ndërtohet. Berisha akuzoi ashpër qeverisin e kryeministrit Edi Rama duke e konsideruar të korruptuar dhe të dëmshme për vendin. Rrogat i ngriu, pensionet po thuaj i ngriu. Kurse çmimet u rriten nga viti në vit. Në fjalën e tij, Berisha theksoi gjithashtu rëndësinë e familjes. Kur
prind s'do mund t'i quaj me numra prindi 1 dhe prindi 2. Nën dhe bab do t'jetë e sankcionuar në gjitha ligjet tona. Berisha i quajti fyese deklaratat e kryeministrit Edi Rama nga Dibra për burrat, ndërsa tha ata janë si malet dhe mirë ai që i sulmon. Dalemi tani tek zhvillimet në Kosovë, aty ku kuvendi ende nuk i ka dhënë zgjidhje përfundimtare konstituimit të tij, madje nuk është zgjedhur edhe në seancën e 3 të radhës kryetari i kuvendit, i cili i takon në fakt lëvizjes vendosja. Pavarësisht se kanë shprehur vullnet politik për të ligjëruar kuvendin, deputetët e opozitës nuk kanë pranuar kandidatët e përzgjedhur nga partia që fitoi zgjedhjet e 9 shkurtit. Dështoi për herë të tretë konstituimi i Kuvendit të Kosovës pavarësisht verifikimit të mandateve dhe betimit të deputetëve të legjislaturës së 9. Kryesuesi Avni Dehari shtyu seancën për të hënën në orën 15, pasi dështoi për herë të dytë zgjedhja e kandidates së lëvizjes vetvendosje Albulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit. Në të dyja herët, emri i saj u votua vetëm nga 57 deputet, nga 61 vota të nevojshme. Sipas subjekteve opozitare, partia e Albin Kurtit nuk i ka votat as për kryeparlamentarin dhe as për qeverinë. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se lëvizja vetëvendosjes zgjodhi me vetëdije një kandidate që nuk i merrte votat e nevojshme për postin e kryeparlamentarit. Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se subjekti i saj politik nuk ka vot pro për kandidatët që propozohen nga vetvendosja. Ajo paralajmëroi se do të bëjë kallëzim penal lidhur me ushtrimin e detyrës nga ana e anëtarëve të qeverisë zgjedhur deputet nga 27 marsi deri më 19 prill, kur ata depozituan zyrtarisht dorëheqjet në kuvend. Ndërkohë, ministri në largim Faton Peci e quajti shfaqje hipokrizie qëndrimin e opozitës dhe listës serbe që nuk votuan propozimin e Haxhiut për kryeparlamentare. I bëj thirrje opozitës të mos bllokoj proceset, pasi posti i kryeparlamentarit i takon ekskluzivisht lëvizjes vetvendosje, u shpreh ai. Kreu i nismës Fatmir Limaj, partia e të cilës abstenoi, e cilësoi lajm të mirë votimin e raportit për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve. Kosova tani ka parlament dhe deputet dhe ata do të gjejnë rrugën për hapa të tjerë, u shpreh ai. Seanca e së shtunës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës erdhi pas dështimit të dy seancave të mëparshme më 15 dhe 17 prill. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se Washingtoni mund të pezullojë bisedimet për të dhënë fund luftës në Ukrainë brenda disa ditësh nëse nuk do të ketë përparim të shpejtë nga Moska dhe Kievi. Pas deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se Washingtoni mund të pezullojë bisedimet për të dhënë fund luftës në Ukrainë brenda disa ditësh nëse nuk do të ketë përparim të shpejtë nga Moska dhe Kievi. Nëse për ndonjë arsye njëra nga dy palët bën të vështirën, ne thjesht do t'u themi se janë njerëz të tmerrshëm dhe mund të pezullojnë bisedimet, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale. Por shpresojmë se nuk do të duhet të arrijmë deri këtu, pasi mendoj se kemi një shans të mirë për ta zgjidhur atë problem, shtoi ai. Presidenti republikan këmbënguli se të dyja palët duhej të bëjnë përparim, por paralajmëroi se një vendim nëse Shtetet e Bashkuara do të duhet të heqin dorë nga bisedimet mund të merret shumë shpejt. Pavarësisht paralajmërimeve, Moska nuk i ka ndalur sulmet ndaj Ukrainës, ndërsa një moratorium i përkohshëm për ndaljen e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës skadoi të premten, sipas zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov. Është zhvilluar sot një aktivitet me rastin e 30 vjetorit të krijimit të shoqatës Polifonia Shqiptare. Shoqata Polifonia Shqiptare në një bashkëpunim me Teatrin e Operas dhe Baletit me ansamblin e këngëve dhe balleve popullore ka organizuar një aktivitet me rastin e 30 vjetorit të themelimit të shoqatës Polifonia Shqiptare, ku dashamirës të polifonisë promovuan simpoziumin e 9 shkencor të kësaj pasurie. Polifonia është një nga gjërat me identitetin më të fortë që ka një vull kombëtare të pashlyeshme. Dhe kjo ka ardhur në shekuj, të gjithë e dim historinë, ju që e këndoni atë e njihni dhe më mirë. Është në misionin e asamit kombëtar që ti përcjelli këto vlera, sigurisht dhe ti ketë në repertorin e tij, i cili prej shumë vitesh e ka polifonin si pjesë thelbësore të repertorit. Në kulturën kombëtare shqiptare, polifonia zë një vend të rëndësishëm, jo vetëm se ajo është një zhvillim i hershëm i konstitucionit shpirtëror të shqiptarëve, por dëshmon një marrëdhënie të një sër faktorëve kulturor dhe etikë të shqiptarëve në zhvillime të vazhdueshme kohore dhe historike.
Java e parafundit e kategorisë superiore ka prodhuar vetëm 5 gola, por me pesh për disa nga ekipe që luftojnë për objektiva final. Dhe vjen vëshëllima e fundit, Dram Bardheplu dhe Fez Dursake në arenën. Kategoria superiore ka zhvilluar të shtunën takimet e javës së parafundit të saj, të cilat në total prodhuan vetëm 5 gola. Teuta ka fituar në transfert me Tiranën me rezultatin minimal 1-0 në arena kombëtare. Goli vetëm i sfidës u shënua nga Beshira në minutën e 80, i cili bëri erojin për skuadrën. Tirana pati mundësinë të kalonte në avantazh në minutën e 69 të sfidës, por Zharmuni gaboi nga pika e bardhë e penaltisë. Me këtë triumf, Teuta shpëton nga rënja dhe sezonin e ardhshëm do të jetë në superiore, ndërsa fati bardhebluve do të vendoset të dielën e ardhshme. Bylis ka tronditur Partizanin duke mposhtur me rezultatin 1-0. Mjaftoi goli me Roveshati për Ndrecës për të mbajtur gjallë shpresat e mbijetesës. Demat pësojnë disfatën e tretë të sezonit nga Bylis dhe tashmë janë jashtë Final Four. Elbasani merr vendin Partizanit me këta të fundit që kanë dizavantazhin e përballjeve direkte. Verdheblut morën një pikë me vlerë në ndeshjen e luajtur në shtëpinë e Vllaznis pas barazimit 1-1. Goli të Bekim Balaj ju përgjigj Gjoni në minutën e 80. Nuk ka patur gola në Rogozhin me Ignatian dhe Skënderbeun që luftuan deri në fund për të marrë fitoren, por pa ja dal. Merit absolute për këtë pikë të marrë për Korçarët ka portieri Marko Alia që bëri eroj në shumë raste. Laçi ka mposhtur Dinamo 1-0 duke mbetur ende në garë për shpëtimin nga rënja nga kategoria. Goli vetëm i sfidës u shënua në minutën e 77 nga William Cordero Melo, i cili shtangu portierin Teqa. Gjithçka është e hapur në superiore dhe do të vendoset në javën e fundit. Nga vendi i parë dhe deri tek i fundit mund të ketë rotacion. Të pesta ndeshjet e javës së 36 do të luhen të dielën e ardhshme. Kështu më 27 prill do të ndahen verdiktet. Derbi Dinamo Tirana dhe sfida mes Partizanit dhe Elbasanit janë duelet më interesante, sigurisht që një tjetër ndeshje Skënderbeu Bylis do të ketë vëmendjen e të gjithëve. Dy takimet e tjera do të jenë Teuta Ignatia dhe Vllaznia Laçi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke i uruar të gjithë besimtarëve ortodoks dhe katolik gëzuar festën e Pashkës, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë. Natën e mirë.